Ja, ma i erdi përsëri. Sa më pëlqen ky muaj. Çdo gjë duket sikur merr jetë. Po, është një muaj shumë i bukur, sepse është dhe muaji i fundit i stinës së pranverës dhe na lajmëron të shumë priturën, verën, pushimet, plazhin dhe shumë gjëra të bukura. O, sa qef më kujtove plazhin. Sa herë vi në emision, do t'u them të gjithë fëmijëve që më vjen shumë mirë që fundjavën disa prej jush e kaloni në piknik me familjen. Por duhet të keni kujdes me veturinat, se ato duhet t'i mbledhim dhe t'i reciklojmë. Në rregull. Është shumë e rëndësishme riciklimi. Ndaj ne sot të ftuar kemi disa fëmijë që bëjnë gjëra të veçanta me materiale të riciklueshme. Le t'i ftojmë. E Jani Kalamaja. Ua, sa bukur është kopu. Po, shikoj si një princesh. Faleminderit. Po më thuaj si të quajnë ty. Mua më quaj Natalia Shahinas. Natalia, të lutem, ngri pak do çka se ka ato gëzofi si puna time. O, sa të Shiko si puna jo, shiko. Një doçkë për ty, një doçkë për mua. Më thuaj Natalia, nga vjen ti? Unë vjen nga qyteti i Korçës. Nga cila shkollë? Nga shkolla Pandelicale. Çfarë të pëlqen më shumë të bësh në kohën e lirë? Mua më pëlqen të ricikloj gjërat që nuk i përdor shumë ose modelimet kukullave të mia. Ua, sa bukur. Po ne mua do më bësh një modelim të bukur. Jo, unë dua një fustan. Jo, Mua. Të dyve. Faleminderit, mirupafshim. Pafshim. Hati. Përshëndetje. Përshëndetje. Si kemi? Unë më quajm Jasmina Hoxha. Jasmina, si princesha. Faleminderit. Ke një veshje shumë interesante. Faleminderit. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon veshjen e Lady Gagës. Wow. Po të pëlqen të bësh një këngëtare? Po. Të pëlqen të këndosh? Po. Do na këndosh një këngë. Faleminderit. Mirupafshim. Pafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Po si të quajnë? Viola Nikola. Viola. Sa të bukura i paske këto sy çka. Faleminderit. Më trego për veshjen tënde pak. Çfarë simbolizon? Lady Gagën se më pëlqen. O pumbi, kjo më duket se ka marr atë bishtin tënd. Ja do ta shohim pastaj. Ka varur bishtin, shikoj. Ka marrë bishtin tënd. Sa gjynat kë. Mirupafshim, të fala bishtit të pumbit. Pafshim. Fala të kesh. Përshëndetje, si të quajnë? Ergi Shahinas. Ergi, çfarë ke këto kufje që janë në vesh? Kufje që dëgjon muzikë. Po pse nuk i mban në vesh ti, po i mban në gryk? Kështu është modeli. Po këtë kapelën pse nuk e ke nga përpara? Ashtu është modeli se dëgjove ti. Ergi, çfarë do na tregosh sot? Do një gjë për veshjen tënde, na thuaj një gjë interesante. Për veshjen time, unë jam veshur si repist. Repist, o sa Dhe ty të pëlqen muzika? Po. Mirupafshim. Mirupafshim. Pafshim. Wow, pumbi. Kishim shumë princesha, po më duket se tani Kjo ka që ardhur ka një mbretëresh. Po, që ka dhe me kurorë. Ja ta pyesim mirë për emrin. Si të quajnë? Raja Ocka. Sa emër të bukur dhe veçantë që paske. Po veshja jote çfarë simbolizon? Po duket që një kurora, një princesh të bukur. Po ndoshta mund të ishte një princesh konkretisht. Prandaj thuaj emrin. Mirë, do më thuash të pëlqeu sfilata? Pa. O, sa bukur, do na kënaqet e ne sot në sfilatën. U kënaqet ti atje? Pa. O, do të kënaqem me mirupafshim. Po, mirupafshim. O, pumbi, Më thuaj. sa ka ndryshuar kjo moda, ai tjetri kishte kufjet në qafë, në vend të kishte në vesh, ndërsa ky i ka syzet mbi kokën nëse në vend që ti kishte mbi undë. Pa më thuaj si të Edhe shkuan ty. kapelen e paska nga para. Po, si e ke emrin? Bojken. 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 Ua, sa emri veçantë. Veshja jote, kë këngëtar përfaqëson? Apo është thjesht një veshje kështu për qef? Një veshje për qef. O, sa bukur, sa për pak bukur. afrojnë dhe karnavalit dhe do kënaqemi akoma më shumë. Po, me siguri. Më thuaj, cila e lën të pëlqen më shumë në shkollë? Gjua, sa bukur. Do kënaqemi sot, mirupafshim. Pafshim. O, pimbi, shikoj pak. Po ne kur erdhëm në emision e kishim lënë pyllin në shtëpi, jo ta sillnim këtu. Po në shtëpi e kemi pyllin.
kjo është një vajzë, nuk është pyll. Shikoja pak veshin, shikoja. Ja ta pyesim mirë, se mos ka mund të drejt. Si e ke emrin? Natalia Nestor. Po të ka dhe më para. E mban mend? Jo, kam qenë i vogël atëherë. Po mirë, më thuaj Natalia, çfarë simbolizon veshja jote? Veshja ime më simbolizon që kam gjitur një pemë, e kam prerë me gërshar, edhe pastaj i vendosa frutat. O, sa bukur fruta do t'ja unë. Jo, ato janë të ngjitura në fustanin e Natalias. Ama që do më jap Natalia mua. Natalia do më japësh disa Jo, fruta. mos e jep. Të lutem. Po. Po pastaj nuk do jetë fustani më i bukur. Sa qef. Frutat ja japin lezetin. S'ka problem. Mjafton të kënaqem unë. Mirupafshim Natalia. Faleminderit. Faleminderit për frutat. Wow. Po Kush ti je kush ti? je? Unë jam i ciklimi Steven Dilka. Oh, pas ka dhe certifikat. Riciklimi, shikoj ore pimbi, shikoj me Po shembull, me çdo shembull. më thënë Mr. Riciklimi. Do me thënë që ke fituar dhe ke bërë një veshje shumë të bukur. Ke fituar çmimin e parë? Po. O Steven, po dua dhe unë të fitoj. Dua dhe unë të marr një certifikat. E po ti nuk e përdori ende veshje. Ja të na i thotë Steveni. Unë Çfarë mund të bëj unë? Unë kam me këtë veshje kam përdorur rrobat e babit dhe për këtë veshje më ka siluar Daja. Oh, po kështu i bie, sa bukur. kështu i bie të rjep lëkurën e babit unë. Kja i Jo, gëzofi pimbi, dhe se të nuk bëhem i është madh. ashtu. Ne po flasim për rrobat. Okej, mirupafshim. Pafshim. Po ashtu do ta ndaj për gjysmë certifikatin të Jo, ajo është e Stevenit. Të lutem. Kur të lutem, marrësh pjesë të në një lutem. sfida tjetër. Okej. Mirupafshim. Mirupafshim. Bonjour, madame. Ua çfarë sys ka të bukura. Më thua si të quajnë. Mua më quaj Nadia Ocka. Si ishte edhe një? Nadia Ocka. Nadia. Nadia. Do më japësh një xhiro këto si ka të bukula. Po mirë. Po edhe kapelën. Jo, kapelen e dua unë. Ha, më ti mos dëgjoj që. Më thuaj pak veshja jote, çfarë simbolizon? Veshja ime simbolizon veshje franceze. Atëre më thuaj një fjalë frëngjisht. Se unë ta thash sa herë dhe të thash bonjour, madame. Pimbi, Bonjour. pimbi. Merci. Oh, sa bukur. Mirupafshim. Pafshim. Çfarë veshje vezulluese. Çam gjithë to dita. E ti çfarë më kujtovi mua? Ha, Sailor Moonin. Ku kam time të preferuar? Po ti si e ke emrin? Unë quhem Joana Trajko. Joana. Ka i Joana, inspiruar për ta bërë këtë veshje? Në një personazh, në një kukull. çfarë simbolizon kjo veshja jote? Që është gjithë Çfarë dita. tregon? Tregon disa xhida që ishin një gjë që unë se përdorja më dhe mendova që ta bëja në veshjen time. Mos më thua që ke krijuar vetë. Po, të tërën vete ka Ua, bërë. sa bukur. Që ke shumë e talentuar. Të lumtë, bravo. Faleminderit. Mirupafshim. Pafshim. Pafshim. Ja pra, më në fund një sportiste. Wow, pumbi. Çfarë është kjo kështu? Për flokët po thua. Po për flokët e, për kufjet e, po si s'ka dhe një medaljon në qafë. Thej për raketën, po ja ta Pas ka dhe pyesim. raketë. Si e ke emrin? Unë quhem Maria Toma. Mariana, tregu pak për veshjen tënde. Unë kam marrë disa rroba që nuk i përdorja më dhe i kam kthyer në një kostum sportiv për tenisin. Të pëlqen tenisi? Po shumë. Do të bëhesh një sportiste kur të rritesh? Po. Sekretin e këtyre flokëve dua të di unë. Unë kam bërë disa flok me stilin Lady Gaga. Oh, sa bukur. Ua, kjo është stili mi i lehtë për të bërë. Vendos kufjet në qafë dhe bën kështu flokët. Mirupafshim. Pafshim. Po pumbi, ta që kanë njëri mi veçantë se tjetri. Oh, shikoj pak Shiko vajzën qa sa moderne. veshje karakteristike që Si të paska. quajnë? Unë quhem Victoria. Victoria. Victoria, ç'është ky fustan kështu me gota s'kam parë ndonjëherë. Unë kam përdorur gota, kam përdorur veshje të riciklueshme. Sa bukur, pas ka dhe fluturat ngjitur atje. Po, shikoje. Po, pas ka dhe një kapelë shumë të veçantë, fantastike. Unë thash mos të thoj që gotat janë të kafes. Se ty o për të ngren, o për të pirë të shkon mendja. E jo, po atë kapelën me që ka kaq të madhe, do ma mbush me mjaltë do ma jap mua, ndërsa ti pi atë kafen që është aty brenda te gotat. E po mirë, kështu e bëjmë. Je dakord? Po. Faleminderit. Faleminderit, mirupafshim. Ju
Përshëndesim të gjithëve në këtë ditë të shtunë, kemi hyrë tashmë në muajin e bukur të majit dhe çdo gjë ndryshon natyra, ndryshon energjia pozitive që çdo njeri merr në këtë muaj. Jemi në muajin e fundit të pranverës dhe qershori na pret me pushimet dhe çdo kënaqësi tjetër që fëmijët ndjejnë në moment që mbarojnë shkollën. Por në fund të muajit prill, në qytetin e fëmijëve, është bërë një sfilat e veçantë. Tashmë është bërë traditë që në qytet bëhet sfilata me materiale të riciklueshme. Unë dua të falenderoj të gjithë fëmijët që ishin pjesëmarrës dhe nuk janë vetëm këta që janë sonte në studio, por dhe shumë fëmijë të tjerë, më shumë se 30 fëmijë të cilët morën pjesë. Dua të falenderoj të dy mësuesit të Art Craft, por dhe të kërcimit, mësuese Brunilda Zguro dhe Jonela Sabella. Japim një duar trokitje. Të cilët arritën të përgatisin një super sfilat ku ndanë dhe çmimet për veshjen më të bukur të riciklueshme. Si fillim, dua t'ju uroj mirëseardhjen të gjithë fëmijëve, mirë se keni ardhur në studio dhe jeni më të bukur se kur. Përshëndetje Pimbi Pumbi, që më dukeni më shumë se ç'duhet të habitur nga gjithë këta fëmijë me këto veshje të çuditshme. Me të vërtet jemi. Tha se na harrove ne o Jonida. Jo, nuk ju harroj, po dhe unë jam pak e habitur nga gjithë veshjet e bukura që po shikoj këtu, stile të ndryshme, rock, këngëtare, natyrë, stil parizien. Po, unë kella pa fjalë. Edhe pak shtriga me kapele lila. Po. Përshëndetje Tea, që më dukesh shumë rock sot. Faleminderit. Edhe ti këto zemrat i ke shumë të bukura. Po, më duket sikur kam dhe unë riciklim, kam marrë zemrat e gjithë këtyre dhe kam gjetur të tek këmisha ime. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje Pimbi dhe Pumbi. Përshëndetje Tea. Është bukur të kshej fëmijët të cilët sa vinë dhe ndërgjegjësohen për ambientin, si ta mbrojnë atë dhe si të riciklojnë sa më shumë materiale të mundshme. Kjo sfilat ishte vërtet shumë e bukur, por për më tepër dhe shumë e veçantë. Për këtë, për më shumë gjëra do të na flasin fëmijët që ne kemi sot në studio. Ne do ta nisim bisedën, sepse janë shumë fëmijë dhe kanë hapësirën e tyre në të folur. Do ta nisim me Joanën, e cila është e zbukuruar e gjitha me Cica. Joana, më trego pak e dashur, çfarë tregon veshja jote dhe kush të ndihmoi në përgatitjen e saj? Mua më ndihmoi mami dhe unë Çfarë tregon? Mua më tregon një gjë që unë e kisha më përpara dhe nuk e përdorja më dhe vendosa ta bëja vendosja tek veshja ime që duhet të ishte për një sfilat tek qyteza e fëmijëve. Më trego pak të lutem Joana, është e rëndësishme që gjërat t'i riciklojmë dhe jo të shkojmë t'i hedhim direkt tek koshi? Po, Sa e rëndësishme është për ty? shumë e rëndësishme është për mua. Po ti e bën këtë gjë, i riciklon apo i hedh? I ricikloj. Të lumtur. Në rregull, Joana, çfarë gjëra të tjera riciklon ti në jetën tënde të përditshme përveç këtyre veshjeve të bukura që i ke patur dikur dhe i e rikthyer përsëri? Disa arusha, disa piktura, i bëj me disa gjëra që mund të gjej që s'më duan dhe i përdor për të recikluar gjëra. Në rregull, faleminderit, ja japi mikrofonin shoqes, e cila ne do të bëjmë pak më vonë të gjitha këto veshje që fëmijët po i komentojnë, të gjithë ju shikues të veshje që po na shihni në ekranin e RTS Korsës, do të keni mundësinë ti ndiqni, sepse pasi të mbarojmë të gjithë, në pjesën e dytë do të bëjmë një sfilat shumë të bukur, ku do ta shihni njëri është më i bukur se tjetri. Dhe tani vajza është me gota kafeje, ka bërë fustanin e saj, shiko sa bukur duket. Na trego pak si e ke ndërtuar këtë fustan? Si e ke bërë? Unë kam ndërtuar me ndihmën e prindërve dhe me veshje të riciklueshme. Çfarë janë disa nga mjetet e riciklueshme? Disa nga mjetet janë gota kafeje, thes, një rip që nuk më duheshe, ngjitësa dhe gjatë të tjera. Sa kohë të ka marrë kjo veshje dashur? Kjo më ka marrë 1 orë pak. Bashkë me kapelen? Po. Një orë pak. Po mësuese Bruna ju përgatit? Po. Për të mësuar pjesën e Art Craftit, sepse është art më vete dhe ajo që bën mësuesja me ju, apo jo? Po. Në rregull, diçka tjetër për veshjen? Po. Ka dhe një kapele, Po, ajo kapela është pak si kapel. Nga kush je frymëzuar për këtë veshje?
Unë jam frymëzuar nga mësuese Bruna, Art Craftit. Sa bukur, është shumë mirë kur mësuesit janë shembull frymëzimi. Po. Në rregull, ja japi mikrofonin një sportiste, teniste. Po. Të lutem, mund të çohesh që të dukesh bukur tek kamera? Të lumt. E ngrem dhe raketën e tenisit, e tregojmë kështu tek kamera dhe Po. ulim përsëri. Ti të pëlqen besoj sporti tenisit, përderisa ke zgjedhur dhe një veshje sportive. Po, shumë. Më trego pak për veshjen tënde dhe për eksperiencën në sfilat. Ishte për herë të parë apo kishe marrë pjesë dhe herë të tjera? Sepse thamë që kjo sfilat nuk zhvillohet për herë të parë. Për mua kjo është hera e parë që shkoj në një sfilat. Si u ndjeve? Shumë e lumtur. Çfarë mësove atje? Mësova që ne mund të krijojmë shumë gjëra të reja duke i ricikluar ato që nuk i përdorim më. Ti i riciklon apo i jedh direkt në kosh? I ricikloj. Çfarë tregon veshja jote? Veshja ime tregon një sportiste për tenis. Ku i ke gjetur këto veshjet? Unë kam marrë disa rroba që nuk i përdor dhe i kam rregulluar mendimin e prindërve të mi. Shumë bukur. Po këto flokët çfarë simbolizojnë, që i ke një pisht të shtrirë dhe një të kapur? Simbolizojnë një model të çrregullt. Në rregull. Shumë bukur. Shumë e veçantë kjo. Po, Ama vërtet. jeni ju, më tha se po flinit ju të dy. Dhe sa të veçantë. Jemi kuriozë dhe kemi humbur. Shiko, Edhe unë kam ngelur pa fjalë të jeni thënë të shastisur fare nga prezenca e këtyre fëmijëve. Për herë të parë po u shoh aq të qetë sa më duket sikur sjellni në emision. Kështu që pak më të gjallë, pyetini pak fëmijët, çfarë janë veshjet, si janë veshjet tea. Ja, unë do t'ju thoja Kurioziteti këtë dhe për shembull. edhe tea është kurioze, Po, jam prek vërtet shumë veshjet. kurioze, po. Unë do ju thoja këtë për shembull. Po ju të gjithë keni kaq shumë talent në arte dhe krafte, keni bërë kaq shumë punime dhe veshje, po nesi s'na bët një kostum. Po, pra, po. Të ngjanim dhe nesi ju. Po, Dgjoj, shumë. atëherë- Po juve do i bësh ti bukuroshe Pimbit dhe Pumbit një veshje? Si e jotja? Jo, më mirë, merreni përdore pimin dhe pumbin, çojeni bëjmë tek vetë. qytesa, atje ku janë nxënësit e qendrës kulturore Mjal Grameno, Po. afrohen te kursi juaj, te grupi juaj, dhe mësuese Bruna, siç ka mësuar gjithë këta fëmijë, do t'ju mësoj dhe ju të dy që të bëni gjëra të riciklueshme. Në qoftë se e bëni këtë e keni një shëtitje në pyll falas. Do ta bëni? Po, të paktën Pimbi nuk do ri Ta vetëm të hajë mjalt. premtua, në rregull, ja japi mikrofonin një zonjushe të bukur. Më fal, o Jonida, them Po. diçka. Po, Po Tea kur u shkoj atje te qyteza, pse nuk na mori dhe ne? Tea ku shkove te qyteza, mirë pse thot. si more edhe këta? Nuk më ra ndërmend të Nuk mirë. më ra ndërmend, Do ju marr që kur ka të krijuar shkoj atë- tjetër. atë- Ndaj që ju Atë veshin e bukur me qese plerash. nga që ju Po. ka për herë në emision, Po. dhe një ditë do të ishte e lirë Tea. Pimbi se nuk e Them ka se që mos si jem. plerash. Shikojeni Shiko sa pak, bukur Qa e ka? Pimbi, Pumbi, shikojeni pak Ua, një vërtet. elegancë, bore bardhë dhe të kombinuar me një kapele shumë të bukur, plot temina blu. Nadia e veshur e gjitha me një stil parizien. Po. Nadia, Na çfarë trego tregon pak. veshja jote dhe kush të ndihmoi? Veshja ime tregon një stil parizien dhe mua më ndihmoi mësuese Bruna, mësuesja Art Craftit. Sa kohë tu desh për të bërë këtë veshje? Mua nuk më desh shumë kohë, por vetëm pak kohë më desh. Për shembull, një orë ose Një orë. shumë bukur dhe shiko sa të bukura janë Po, këto. shiko, ka detaje të cilat Po. bëjnë diferencën. Kur të bësh sfilatën ne do t'i tregojmë për kamera nëse mundet. Shikoni pak se sa bukur janë qepur dhe këto vërtet. dandellat. Dhe shiko. Ja, kamera po I e ke tregon. qepur të gjitha me dorë, na trego pak për më shumë për veshjen Shiko tënde. sa të bukura janë bërë, janë të gjitha shumë të Po. bukura. Si lindi kjo ideja për të marrë pjesë në Art Craft dhe për të qenë pjesë e sfilatës së riciklimit? Ke marrë pjesë dhe herë të tjera Nadia apo ishte hera e parë? Për veshjet e riciklimit është hera e parë, por kam marrë edhe herë të tjera pjesë në sfilata të tjera që kemi bërë me mësuese Brunën. Si ndihesh? Unë ndihem shumë e emocionuar dhe shumë e lumtur. Nadia, dhe të bëj një pyetje? Po. Ke marrë ndonjë çmim ti në gjithë këto sfilata që the se ke marrë pjesë? Po, unë mora sfilatën që bëm këtë muaj, mora çmim. Çfarë çmim more? I keni me vende? Vendi i parë, vendi i dytë apo keni vetëm çmime?
Thjesht morëm certifikata dhe nga një dhuratë. Cila ishte dhurata që more? Po ajo dhurata çfarë ishte? Ja kuriozët e mëdhenj, janë kurioz të gjithë ta, Nadia, nuk të lënë rehat. Çfarë dhurate more? Unë mora një çantë dhe brenda kishte fletore, plastelina, ngjyra dhe një filxhan me qyteza. Me mjaltë. Sa bukur. Me Jo mjaltë me e mjaltë, jo kam me Është figurën kjo e çanta që qytetit. ke sot? Në rregull, faleminderit Nadia. Ja japim mikrofonin Stevenit, ma jep pak atë certifikatën të lutem. Po. Ua, Steven, je veshur fiks për në plazh me këtë kapelen. Steven, që i ka marrë rrobat borç garderobës të Daja. babit, jo e ka stiluar Daja, po me rrobat e babit. Do të thotë që me Dajën e ke muhabetin mirë apo ja? Ja ti themun ati babit janë që i ke marrë robat, ti ta shikosh. Mister Riciklimi i jepet Steven Dilka si fituesit çmimit të parë në sfilatën Mister Riciklimi 2026. Urime Steven, dhe Steveni është mik i emisionit tonë, sepse vjen nga shkolla Pandelit Sale, e cila ka ardhur disa herë në emision. Steven, tani rikthehesh, po rikthehesh si fitus, si kampion. Më trego pak, si ishte eksperienca tek sfilata e riciklimit? Eksperienca ishte shumë mirë dhe unë u gëzova shumë kur mora çmimin e parë. Atëherë, veshja jote çfarë tregon? Më trego pak. Veshja ime tregon një veshje meksikane dhe për këtë veshje më stiloi Daja. Në rregull. Po tek qyteza, tek kursi Art Craftit, çfarë të pëlqen të bësh më shumë ose çfarë të tërheq më shumë që shkon gjithmonë? Më shumë të heq Art Crafti. Çfarë të pëlqen të bësh? Më pëlqen të bëj byzylyk edhe gjëra të tjera. O, do mbesh dhe mua një Na premton që deri në fund të sezonit, që i thon qershor, kemi dhe një muaj kohë, do të na bësh nga diçka të vogël që ta kemi kujtim nga Steveni? Po. Nga Steven, faleminderit Steven, është premtim. Të ta bëj një pyetje? Po. Po ti Dajën nga Meksika je që i gjetë të rrugë? Jo, Daja ime shqiptar dhe jeton në Gjermani. Në rregull. Dhe kështu duke shumë bukur. Do me thënë që vitin tjetër në sfilat do jesh me veshje gjermane. Sa kuptova unë. Shikojeni pak dhe kapela, ka këtë shiritin e zi, këtu duket, te kamera, ka vendosur një varse dhe shqiponjën tonë në ngjyrë të artë dhe një tjetër varse të zezë. Pra, çdo detaj, çdo kombinim është i mirë menduar në të gjithë telajon e veshjes, ta quajmë të gjithë veshjen e Stevenit. Bravo Steven. Veshje meksikane me një flamur shqiptar, me varse shqiptare. Po, sepse vetë modeli është shqiptar. Po. Bravo Steven, unë të uroj që të marrë dhe shumë certifikatat të tjera dhe që t'i japësh dhe Dajës një certifikat. Edhe kemi Natalian. Mezi po e prisja Natalian. Dhe unë që të na tregoj diçka. Mbretëresha natyr. Na trego pak për veshje Natalia. Si e ke bërë këtë Natalia, veshje? shojmë drejt dhe na trego sa kohë të mori, çfarë tregon. Si e ke ndërtuar? Unë e punova në mësuese Bruna edhe më mori 2 orë kohë. Cili ishte procesi? Si e bëre në fillim? More i qesen, në pas Na i tregon nga fillimi sepse në jemi fund. shumë Deri tek kurioz. veshja Natalia. Teja sot është bërë kurioze, ja ka kaluar dhe pimbit dhe pumbit sot. Unë kam marrë qese plastike edhe i kam bashkuar. Po? Pastaj ja kisha marrë fletë me xixa. I preva si në pemë edhe në gjefe. Dhe çfarë është veshja jote? Është natyra? Është mbretëresha e pyllit. Mbretëresha e pyllit. O Jonida, kur do mbaroj emisioni se do më jap disa fruta për të fustanit të saj. Po nuk ha, e thoj pak pimbit, lutem që nuk hajnë. Jo, më prendoj do më jap. Po thoj pra që këto portokaj të lulështryte dhe qershiti që ka ai dhe lepurusha dhe Edhe unë i thash që po jo që do i prishet fustani. Po pra. Si bën tjetër ajo po. Natalia, ke marrë pjesë dhe herë të tjera në sfilatën e riciklimit tek qyteza e fëmijëve, shkon shpesh? Apo është herë e parë për ty? Jo, s'është herë e parë, kam shkuar në të tjera. Si ndihesh kur merr pjesë në sfilat, duket vetja sikur je në një pasarel të bukur, familjar dhe të ftuar që ju duar trokasin, ju jeni mbreti dhe mbretëresha e asaj sfilate, jeni vetëm ju dhe askush tjetër. Si ndjeni? Është fare thjesht ndjen sikur janë në pimbi. Po, si ndjesh ti?
Unë ndjej shumë e lumtur. Cili është fustani më i bukur që ke krijuar? Pelerina, edhe kapelja. Dhe kapelja. Shumë Në rregull, Natalia, faleminderit dhe ja kalojmë mikrofonin shoqes tënde. Ulemi Natalia. Pimbi i tha Do që kemi mundësinë të shohim veshjet e të gjithë fëmijëve, po e përsëris edhe një herë pak më vonë. Pimbi i tha që Atëherë, këto shohim një veshje të si bukur pelushi këtu, tim. e shohim pak, shiko si është kjo e gjitha me fije, e Po. lidhur, kemi pak Pa na trego Si pak si e pelushi ke pimi, bërë, se unë jam si, shumë si. kurioze. Ka dhe një si gëzof gëzofi, në po. duar. Madje sa të shkoj në shtëpi o ta provoj njërë ta bëj vetë. Po, pse jo? Do na ndihmoni ju ti bëjmë dhe ne? Me gjithë eksperiencën që keni marrë me mësuese Brunën, normalisht do na jepni edhe në një dorë apo Edhe me jo? eksperiencën thonë që nuk dim fare për t'i bërë. Do të na ndihmojnë, Të gjithë fëmijët na kanë premtuar që do të na ndihmojnë dhe ata që kanë patur mundësi në emisionet e radhës që kanë ardhur dhe na kanë ndihmuar Na apo kanë jo? ndihmuar gjithmonë, po. Atëherë kukull, e nisim nga kapela. Po. Vëthët e mëdhenj. Dale, shikojni, se janë dhe vëthët. Ka 2 veth. Ka shumë detaje, Po. ka shumë detaje. Më trego pak si e ke bërë këtë veshje? Gjithçka ka nisur nga një qendër që kisha në shtëpi dhe nuk përdoreshe. Dhe mendova se ta bëja një bust dhe një perde që nuk përdoreshe më, nuk viheshe më. Po. E kam prerë në rripa dhe e kam vendosur në fustan. Të ka ndihmuar dikush, mësuesja ose mami? Më së shumti më ka ndihmuar mami, por edhe mësuese Bruna ka bërë punën e saj. Po, Të lumt. atëherë, çfarë çmimi ke marrë në sfilat? Unë nuk mora çmim sepse kam marrë 10 çmimin e dytë. Me çfarë veshje ishe paraqitur vjet? 10 kisha bërë veshje me tullumbace, dorashka. Po e mbajme sepse kam qenë vjet kur ishe. Ishte me ato tullumbacet e fryra, po. Më trego Cilat pak. pëlqejnë, ose Po. kush të ka marrë më shumë kohë? Kjo apo veshja me tullumbace? Veshje me tullumbace, Veshja me sigurisht. tullumbace. Të lutem, më trego pak. Sa e rëndësishme është që fëmijët sot të riciklojnë dhe të dinë dhe rëndësinë e gjërave që duhen ricikluar, nuk duhen hedhur siç e kemi qef ne u prish me rehide, sepse ajo ndoshta pas një farë kohe mundet të përdoret fare mirë siç është rasti i çentros tënde që nëse nuk do të na thoje që është çentro, ne do ta mendim për një fustan të mirëfillt. Kjo gjëja e riciklimit ka shumë rëndësi për natyrën, sepse edhe gjërat e vjetra që nuk përdoren ose që janë në tentativë për të hedhur, mund të bëhen veshje shumë të bukura dhe me vlera më të mëdha. Ta bëj Faleminderit. një pyetje? Po, kanë E ata mirë të dy. bëje ti Pimbi, Jo, se vazhdo, mos e vazhdo, haron. vazhdo. Jo, bëje ti se mos e haron. Dajini të dy, Keni mos edhe u 2 zini. vajza të tjera për të Po. bërë pyetje, keni edhe 10 të tjerë për të bërë pyetje, e thoni forca. Unë dua të them diçka. Me që nuk mori çmim, po japim sot çmimin e Pimbit, e Pumbit dhe të miqve të vegjël. Në rregull, ju dua të vini për shoqen atëre. Sepse mori bravo, çmim. Bravo. Atëherë ja japi mikrofonin shoqes e cila më ngjan me një këngëtare Po. ekstravagante si Lady Gaga, më duket mua. Po, është Shojnë drejt, më trego pak për veshjen tënde, nga je frymëzuar dhe kush të ka ndihmuar. Nga Shojnë drejt. bishti im. Unë jam frymëzuar nga fotot që kam gjetur të Lady Gagës dhe më kam ndihmuar dhe mësuese Bruna. Çfarë kanë qenë këto që ke prerë ripa, kanë qenë xhinkse? Fundi ka qenë xhinkse, po, kurse bluza ka qenë fustan, por ishte bërë me boj dhe preva dhe bëra. Pra ti Ti ke bërë kanatiere, pra Po nuk jo, e ka, hedhur. ka marrë dhe bishtin e Pumbit. Pa i bishti? I kujt është ai bishti? Ja mora pumbi. Ja mori Ja mori Pumbit. Pumbit. Në Pumbi rregull. ngele pa bisht. Po me atë bisht, vajza fitoi çmimin e parë. Tregoj pak. Atëherë je fitove fituesja e çmimin e vendit të parë. parë, apo jo? Po, ma tregu pak si ishte si eksperiencë kur mes 30 e ca fëmijëve dole fituese. Shojmë drejt nga Ishte një kamera. eksperiencë shumë e bukur, më pëlqeu shumë. E prisje? Jo, U emocionove si u ndjeve kur fitove çmimin e parë? shumë e lumtur. Kjo të ndihmon që të riciklosh sa më shumë gjëra, nuk themi ti bëjmë stiv që mos i prekim me vite, por ato të cilat ju ka kaluar pak koha, të mundet i kthejmë në një tjetër Po. formë trend Po. në kohën e sotme. Viola, ta bëj një pyetje?
Po. Po ti ma more bishtin, fitove dhe çmimin e parë. Po mua do më japësh ndonjë gjë? Ua do t'ja pak mjalë të shta unë. Jo, jo. Ka që thjeshtë. Jo. Do të rikthej bishtin. Do të rikthej Po. bishtin. Ose Viola, fare mirë mund të ti thuash herën tjetër, Do më bësh një fustan. do t'i bësh një fustan dhe të dyja do merrni pjesë në pasarela apo jo? Dhe Do të merrni fitoni të sfilat. dyja Dhe do fitojnë çmimin e pra. parë. Viola, ke marrë pjesë dhe herë të tjera tek sfilata e qytetit? po. Shojmë drejt, të lutem. Sa herë ke marrë pjesë? Në sfilatën e riciklimit kam marrë 2 herë. Në sfilatën e riciklimit. Sa e rëndësishme është që fëmijët të merren me aktivitete të ndryshme edukative, siç është aktiviteti i art craftit, i kërcimit apo i shumë të tjerave, i muzikës e të gjitha, siç shkoni ju tek qyteza e fëmijëve, fëmijët e qendrës Mihal Grameno. Shumë, sepse i ndihmon të zhvillojnë mendjen, të njohin gjëra të reja, për shembull, si bëhet. Po, Shikojmë por drejt. pse jo të zënë edhe miqtërinja, sepse ju Po. tashmë jeni bërë miq me njëri tjetrin apo jo? Apo jo Joana? Jeni miq me njëri tjetrin. Shumë mirë. Faleminderit dhe ja japim mikrofonin një vajze e cila më duket mua ka 2 fustane të ndryshme të preran. Po. Ka një çantë me qese të zeza të riciklueshme, vendosur ashtu qëndrose, po të kap kamera, super. Dhe ka vendosur një trëndafil roz dhe më Dhe pas çanta. qese të zeza të punuara në formë ripi dhe mbrapa duket si një bisht nuseje, por i prerë E copa ka copa, fustanin si të teas. të zezë. Po. Po, si tea, po tea e ka pak më të shkurtër dhe ato bishtat ja ka prerë mami rrugës se nuk do nga silte ashtu në emision. Po. Atëherë, ma thua edhe një herë emrin të lutem? Jasmina, mbretëresha Jasmin, mbretëresha e luleve apo jo? Po. Jasmina, çfarë tregon veshja jote? Është shumë e bukur. Kjo veshje simbolizon Lady Gaga. Shojmë drejt. Nga kush je frymëzuar ti për të ndërtuar këtë veshje? Nga mami dhe mësuese Bruna. Të kanë ndihmuar ato? E ke parë Po. Lady Gaga në disa veshje të tilla? Po. Sa të është dashur për të bërë këtë veshje dhe pse zgjote pikërisht këtë ndër mira veshjet ekstravagante të Lady Gaga? Çfarë të tërhoqi më shumë tek kjo? Nga që kjo më dukshë më bukur dhe dukshë më ekstravagante. Kur kaloj atje në pasarel, si të duke vetja që të gjithë shiknin këtë bishtin tënd të gjatë via via? Isha shumë e lumtur që të gjithë ma pëlqyen fustanin. Kishe emocione? Kisha pak. Më thuaj pak të lutem, ke marrë pjesë dhe herë të tjera në sfilat? Po, kam marrë disa herë, Me çfarë veshje e paraqitur atje? me një veshje me punuar me qese, Po ndonjë çmim ke fituar? jo asnjë. S'ka, shpresojmë do të të fitosh, do të po. fitosh, sepse imagjinata jote që nga shumë e zhvilluar dhe normalisht do të vlerësohesh. Kështu Më që thuaj asnjëherë pak- mos ndaloni së tentuari, jo një herë, por shumë herë derisa t'ja arrini qëllimin. Dhe kjo Po. veshje është vërtet shumë e bukur. Edhe ti Po po me çantën çmimin si e e ke pimbit, pumbit e fëmijëve të Po, vegjël. pim. Po. Çantën si e ke ndërtuar ti? Kjo është një Jasmina? çantë e mamit dhe kam mbuluar me qese dhe lulja është e punuar me saten nga duart e mamit. E ka bërë mami, një duar shikoj trokitje pak, për mami. Bravo. Bravo. Shumë e bukur, shumë e bukur. Është mirë të bashkëpunosh në grup, Jasmin? Po. Është shumë mirë. Çfarë të pëlqen tek grupi jot i art craftit? Më pëlqen që bashkëpunoj me të tjerët dhe punimet dalin gjithmonë shumë të bukura. Mësuesja tregohet pak e rept me ju derisa të dilni në perfeksion, apo ju le të lirni imagjinatën tuaj dhe më pas ju jep atë ndihmën se si duhet i korrigjoni dhe t'i bëni gjërat? Na le të lirë dhe edhe i pëlqen gjithmonë gjërat që bëjmë ne. I pëlqejnë gjërat që po, bëni po. ju. Shumë mirë, më bëhet qefi. Faleminderit Jasmin. Bukur. Kemi 3 repista. Ja japi mikrofonin. Kemi 3 repista. Mos u ngri zemër se dukesh përpara, mos u ngri, skaq, mos u ngri. O Jonida, Sa po veshje një të pyetje. bukur. Po, Çfarë do të thotë kjo? Pista. repist do të Ja do vaj thotë një njeri i cili merret me muzikë rap Po. dhe ka një veshje të Me një veçantë, veshje ashtu të si vetë rryma zezë. muzikore, Aha. ashtu dhe veshja duhet të jetë, nuk mundet të jetë një veshje me kostum, por duhet të jetë një veshje deri diku pak e shkujdesur apo jo. Po. Më trego pak i dashur për veshjen tënde. Nga kush je Unë ja- frymëzuar për këtë veshje? Unë jam frymëzuar nga më ka ndihmuar mami. Po. Si e Për ke këtë bërë me veshje. mjetet riciklueshme? Po, Ato kufjet e bukura, kush i ka patur që i ke marrë ti? i ka patur halla Mhm, për një kurs edhe mi ka dhënë mua. ti ka dhënë ty, po. Po këtë në ka rregull. pelen kështu trendi. Sa Vendosur bukur, pak po. anash.
është model, besoj. Të ka ndihmuar mësuesja për t'i përgatitur të gjitha këto deri në detajet e vogla që të dukesh sa më bukur? Po. Në rregull, atëherë ja japi mikrofonin një kukulleje, e cila ka një xheke pak të rjepur, por ka një kuror me gur boqelli në flok, tamam si kurora e Elsës. Raja, më trego pak të lutem, çfarë tregon veshja jote bukur? Po kurora për shembull? Atë themun, ka qenë në mal edhe në përfera jesë në xhekja dhe zgrisur. Është xhekja në përfera? Prandaj? Është grisur xhekja në Ose përfera. ata Ka çarpimi. ndihmuar dikush për veshjen? Pa. Kush të ka ndihmuar? Mësuese Bruna. Çfarë të sugjeroj mësuesja aty? Çfarë të ndihmoj mësuesja për këtë veshje? Që të zgjidhje xhaketën apo pantallonat? Edhe kurorën. Raja, më fal, atë tandellën të cilën e kete pantallonat e kisha apo e ke qepur tani për sfilat? E kam qepur tani për sfilat. Pra shiko, ja, Raja, mund të çojë pak në këmbë dhe të shikojmë pak se ka detaje, ne po flasim për Edhe detaje. brapa ka shumë detaje të bukura. E shohim pak tu tani, xhekja është prerë në këtë formë. Pantallonat janë vendosur dantella dhe bëjmë një rrotullim kështu të dy janë, hopa, edhe xhekja mbrapa, prit, edhe xhekja mbrapa. Ka këtë formën këtu me këtë detajin e bukur. Pra detajet tek Raja bëjnë diferencën dhe në fund, si princeshë e vogël që është, ka vendosur dhe kurorën. Në rregull e bën prezantimin. Ja japi mikrofonin, një repisti të veshur, i gjiti në të zi, por me shkëlqim. Këto janë i kanë gjitur? Xixa. Janë letra. Janë letra me xixa, të cilat janë vendosur si tek kapela, tek shpatullat. Çfarë tregon veshja jote, zemër? Çfarë tregon veshja? Veshja ime tregon që si një repist i bukur i vogël. Një repist, në rregull. Kur dole te sfilata atje, çfarë të pëlqeu ty? Veshja ime. Veshja jote. Në çfarë klase je ti? Unë jam në Kopës. Je në Kopës, se më pesh shumë i vogël, prandaj po të them, je në Kopës. Ishe më i vogël i gjithë grupit? Ishe ca i madh. Në rregull. O Jonida, të bëj një pyetje. Më thuaj. Një pyetje për të gjithë fëmijët që janë këtu. Po, ja do të përgjigjet djali që ka mikrofonin. Përderisa të gjithë fëmijët i kanë bërë këto me rroba që nuk i përdorin me rroba për të ricikluar gjërat, në vend që t'i hedhin, kanë krijuar diçka. Po nëse kanë disa rroba që i kanë më të mira që nuk i përdorin, a i ndajnë me njerëzit e tjerë që kanë nevojë për një palë rroba? A i ndani rrobat? Në shkollë ose në klasë jep njerëzve të tjerë, për shembull mami rrobat që të bëjnë ty, ja jep dikujt tjetër që të mund t'i veshi? Apo i mam për vete? Po, jo, ja jep, thot shoku. Në rregull, faleminderit, mund të ulesh. Ja dhe Jasmin, në paradën e saj, me një veshje shumë të bukur të riciklueshme. Një duar trokitje për Jasmin. Bravo, vazhdojmë me Violën, e cila ishte dhe fituesja. Po. Një imitim i Lady Gagës. Bashkë me bishtin e Pindit. Bashkë me bishtin i shoqëror me duar trokitje të gjithë. Vazhdojmë me Natalian, e cila një centro të vjetër familjare e ka kthyer në një fustan buz dhe po një tjetër fustan, po një tjetër perde, e ka veshur me qipa për të dukur sa më e bukur. Forca Natalia, një sekond ta hedhim pelerinën mbrapa, sepse është mbretëresha natyrë. Forca Natalia, një pelerin shumë e bukur. Një pelerin shumë e bukur. Me një pemë. Rrotullohemi Natalia nga mbrapa, qëndrojmë atje, kthehemi pak nga mbrapa të duket pema. Aty Natalia, lulja e qershis, kafshët e pyllit, lepurusha dhe shumë gjëra të tjera. Bravo Natalia. Pylli i Pindit dhe i Pumbit. Steven, forca Steven. Steveni, meksikani, korçar. Meksikani shqiptar, po. Steveni, fituesi i Mister Riciklimi. Një duar trokitje. Bravo. Vazhdoj me stilin parizien të Nadias. Nadia i gjitha në të bardhë. Qëndrojmë atje, Nadia të dukemi sa më bukur. Dominon dantela, çorapet e bardha dhe çanta roz. Forca. Jemi me një tjetër kukull sportiste.
një sport si tenisi. Tenisi, një sport shumë i dashur për të gjithë fëmijët e qytetit dhe me flok pak kështu një model që Po. pak i çuditshëm, por për stilin e vet vajzës është shumë i bukur. Shohim veshjen tjetër të radhës. Kemi një thes, gota kafeje, letra shumë ngjyrshe të riciklueshme. Viktoria, forca Viktoria, bashkë me syzet është detaj që nuk shpëton. Dhe Joana, Joana më kujton Sailor Moonin, me xizat e bukura, flokët, me këto xizat në verboj, xiza, dhe është e gjitha një xizëlloj, një duar trokitje. Forca Boyken. Një repis shumë i bukur. Një repis shumë i bukur. Ej, ja dhe syzet ma. Që ngeni shumë të bukur. Forca Raja. E cila ka një xheke, pak stil të veçantë, dantelat i qepura në një anë, kombinimi boqellit me blun, dhe si që është një fëmijë princesh, një kuror të bukur princeshe mbi kokë. Një tjetër repis, stil DJ më duket mua kjo, apo jo? Si DJ klabesh. Një duar trokitje për të gjithë ju. Dhe kjo duar trokitje që vazhdon shkon jo vetëm për fëmijët e studios, por dhe për fëmijët e tjerë të cilët ishin pjesë e konkursit dhe në pamundësi për të ardhur, mësuese Bruna solli 12 fëmijët me veshjet shumë të bukura, por ju do të keni mundësinë që gjatë kohës, pak më vonë do të shihni dhe disa momente të tjera nga sfilata e xhiruar dhe realizuar në qyteza e fëmijëve, riciklimi, sfilata Mis dhe Mis të riciklimi 2026, ku mbreti dhe mbretëresha e riciklimit është shpallur Viola dhe Steven. Atëherë ne do të kalojmë tek hapësira tjetër kushtuar fëmijëve, siç është ajo e prallës, e ndjekim në namonën tonë të dashur. Mirë se erdhët dhe këtë të shtunë. Ju pëlqejnë prallat që tregonte Amona? Nena Amona, unë i tregoj me shumë dashuri për ju, sepse marr dhe shumë dashuri prej jush. Edhe njëherë, si që kam thënë dhe më përpara, falenderoj prindrit, gjyshit, gjyshet, që kujdesen për ju, që ju mësojnë gjëra të mira, që ju mësojnë si të sileni, si të doni njëri tjetrin, si të respektoni njëri tjetrin, si të ndihmoni në familje. Dhe ju që më shikoni në këto momente, besoj se i bëni të gjitha këto punë të bukura dhe të dobishme. Sot do të tregoj një prallë që dhe mua më pëlqen shumë dhe më mbush me shumë krenari. Pralla titullohet Ylberët e Shkëllëzenit. Shkëllëzeni është akoma i vogël. 6 vjet nuk i ka mbushur. I duen dhe 3 muaj e 3 ditë që të hyjë në klasën e parë. Gjyshja i ka treguar se në kalan që ngrihet në kodrën e qytetit, dikur ka jetuar dhe ka luftuar Skënderbeu. Ai na kishte një unaz me 7 ngjyra, që po ta vërtitje krijon të ylber. Ylber të vërtete, jo prej lodre. Kjo unaz na qënkush diku në kështjell dhe luma ai që do ta gjente. Shumë herë Shkëllëzeni kishte dashur të shkonte në kështjell e ta kërkonte, po nana nuk e linte. Ajo i thoshte shpesh, ti e i vogël, kalaja është shumë larg, do të lodhesh dhe do humbasësh, prit dhe ca, kur të ritesh, shko dhe kërkoje unazën. Mirë po, Shkëllëzenit nuk i pritej sa të bëj i madh.
Dhe një ditë, ndërsa nëna po lante rrobat, u nis vetëm drejt kalasët të Skënderbeut. Hec. Në kokë kishte vënë një kapele dhe në brez kishte ngjeshur një shpatë si ato që luani ju kalamajtë. Ec, u bë ujë në djers dhe më në fund hyri në porta e madhe e kalas. Sa e lartë që ishte ajo porta dhe sa të mëdhenj që ishin ata gurët. Duke parë muret e gurët, Shkëlqenit i duke se që nga bedenat e përshëndeste ai, duke ngritur lartë shpatën. U fut brenda në koshtjell dhe ju duk si kur dëgjoj ca britma. Mos ishin zhurmat e betejave që kishin bërë dikur kundër Osmanëve, apo i banin veshët. I ra rreth e rrotull kalas duke kërkuar dhe më në fund u shtri i lodhur mbi barin e gjelbër në një arë të madhe. Po shikonte kullën e lartë të saatit që kishte një derë të rënd prej ekur. Kur pa pritur e pa kujtuar, u dëgjuan hapa. Nga porta doli një plak i vjetër shumë, si ato të prallave. Plaku ju afrua dhe e pyeti. A më nje more Shkëlqen? Jo, u përgjigj voglushi. Unë jam katragjyshi yt. Unë Shkëlqen e kam emrin. A e di sa vjeç jam? Po ku ta di unë sa vjeç je ti? Jam afro 500 vjet. Ua, 500 vjet! Ua, sa shumë qanke, po unë deri në 20 ditë të numëroj. Plaku qeshi dhe tha. Ndërsa mjekër bardhi fliste, Shkëlqenit i shkuan syt te dora e djathtë e plakut. Në gishtin e mezit kishte një unas të madhe me ngjyra që shkëlqenin dhe lëshonin rrezet e larushëm. Unazën po shikon, e pyeti katragjyshi Shkëlqen. Po, atë po shikoj, ju përgjigj Shkëlqeni. Kjo është një nga unazat e Skënderbeut. Unë kam qenë këshilltar i tij dhe Skënderbeu më dha ta ruaj. Siç e sheh, e kam ruajtur si dritën e syve, pra ndaj Shkëlqen kështu dhe pa 500 vjetësh. Po pse lëshon ngjyra si të ylberit? E pyeti voglushi. Se në të, Skënderbeu ka futur zemrën e tij. Dhe atje ku është zemra, janë drita, ngjyrat e lumturia. E shikon këtë faqe të gurit të çmuar. Këtu Skënderbeu ka skalitur shqiponjin dhe kësaj faqe i ka dhënë ngjyrën e kuqe. Kjo është ngjyra e flamurit tanë. Po, sa faqe ka guri i çmuar? 7, aq sa ngjyra ka ylberi. E shikon këtë faqen tjetër. Në të Skënderbeu ka vizatuar një kallik gruri dhe fushën e ka lyer me të verdh. Kjo është ngjyra e verës. Këtë ngjyrë e këtë kalli ai e zgjodhi që të kishte sa më shumë bukë për popullin. Po kjo faqja me armë çfarë tregon? Këtu Skënderbeu ka vizatuar një ushtë dhe një shpatë. Me këtë mbronin atë dhe unë trimat arbëresh dhe mundin çdo armik. Po ngjyra e kaltër. Këtu Skënderbeu ka vizatuar se mu mor goja një barkë me vela. Ky është deti shqiptar që nuk e prek dot askush. Në faqen e pestë, Skënderbeu kishte vizatuar një ulli plot kokra. Fushën
e kishte lyer me ngjyrë të gjelbër, që si kjo pemë, si kjo fush, të lullëzonte i gjithë vendi. Ja dhe faqja e 6, ka një luan. Çdo arbëresh duhet t'i ngjaj luanit për trimëri. Ngjyra e kësaj faqeve ishte portokalli e ndezur dhe dukej si fushë e përgjakur. Ky është gjaku që ka vaditur tokën tonë në shekuj. Faqja e 7 kishte ngjyrë të bardhë dhe 2 duar të shtrënguara fort me njëra tjetrin. Kjo është ngjyra e paqes dhe e dashurisë për shokun. Ja, nga këto gjyra ka lindur ylberi, tha Plaku mjekërbardh. Vërtet, u hapit voglushi. Po, tha Katra gjyshi shkëlzen. Po të duash, mere dhe provoje edhe vetë. Jo, kam qejf të shikoj se çfarë do të bëni ju me te. Katra gjyshi mori unazën nga gishti, e lidhi me një fije të gjatë nga kështjella dhe hodhi në majën e malit më të afërt. Rruga në për të cilën bëri unaza u kthye në ylber. Katra gjysh, të lutem, bëj dhe një ylber tjetër, ju lut voglushi. Mjekërbardhi e mblodhi fillin shpejt e shpejt dhe hodhi unazën mbi një mal tjetër. Ua, pak më larg se i pari, përsëri shëndriti një ylber. Pastaj mblithe hidh, e mbushi gjithë qiellin me ylber. Ata edhe unë një herë, u lut shkëlzeni vogël, Katra gjyshit. Sa herë të duash o stërnip. Plaku ja dha unazën në dorë dhe shkëlzeni e flaku me sa fuqi kishte. Unaza shkoi e ra në oborin e shtëpisë së tij, aty ku nëna po lante rrobat. Fillimi i ylberit ishte në duart e shkëlzenit, ndërsa fundi në duart e nënës plot shkum. Sa pa ylberin, nëna thiri me të madhe. Shkëlzen o bir, po ku humbe kështu o birin nënës, më bëre merak, eja te nëna jote për mbi ylber. Kur dëgjoi zarin e nënës, voglushit ju drodh trupi, ju mbush me mornica. E kishte marrë malli se kishte disa orë që ishte ndarë prej saj. Apo s'kishte ikur dhe pa lej. Shkëlzeni, rëshqiti për mbi ylber dhe u hodh në gjirin e nënës. Deshi ta pushtonte fort, por i doli gjumi dhe e pa veten të shtrirë mbi barë në mes të kështjellës. U ngrit me nxitim dhe vrapoi tek nëna duke thirrur. Nën, unë e gjeta unazën e Skënderbeut. Ishte shumë i lumtur dhe të dy u përqafuan nën e bir. Ja dhe prallësa mbaroi. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ju të gjithë jeni njohur me figurën e Skënderbeut, heroi ton legjendar. Skënderbeu u luftoi për këtë popull, u luftoi për brezat, luftoi për ne dhe ka bërë vepra shumë të mira në mënyrë që të mos vuante populli. Na bëri trima të papar dhe ne jemi krenar që jemi stërnipërit e tij në shekuj. T'i nderojmë figurat tona historike. Ju pëlqeu? Mbaruam dhe për sot. Mirupafshim.
Jemi rikthyer përsëri në studio pas prallës nga nëna Mona për të bërë mbylljen e emisionit dhe për ditën e sotme në këtë fillim të bukur të muajit maj. Është data 2 maj dhe ku më bukur se sa me fëmijë plot energji dhe me një mision shumë të bukur të riciklojmë gjërat e vjetra. Ju falenderoj të gjithëve që keni ardhur, ishit shumë të mirë dhe uroj që kjo dëshira juaj për të ricikluar të depërtoj dhe tek të gjithë shikuesit që po na ndjekin përmes ekranit të Rrethës Shikorçës në shtëpizën e Pimbi Pumbi dhe miqve të vegjël. Faleminderit Tea. Faleminderit Pimbi Pumbi. Faleminderit. Dhe mësoni dhe ju të ricikloni, dakord? Po, patjetër. Unë dua të falenderoj si gjithmonë butik Natalia e Ailin Ana për veshjen time, e gjeni tek Bulevard Republika dhe mos harroni. Janë veshje super cilësore dhe me një çmim fantastik. E gjeni vetëm në qendër të Bulevard Republikës. Deri të shtunën e ardhshme, themi një mirupafshim të madhe. Mirupafshim dhe shihemi. Mirupafshim.